Pra, në këtë vëllim do të shikojmë se si e vlerëson dhe si e cilëson autori Skënderbeun. A i jep merita Skënderbeut apo nuk jep ndonjë meritë Skënderbeut? Përshëndetje, miq, ju përshëndes, unë Mimoza Elezi dhe jam përsëri këtu, vazhdoj leximin e vëllimit të dytë të vëllimit të historisë së perandorisë osmane. Ne të përgatitur nga historiani turk Ismail Hakkı Uzunçarshlı dhe Ismail Hakkı Uzunçarshlı është edhe mësues dhe profesori i historianit të njohur turk Halil İnancık, i cili është një studiues i madh i perandorisë osmane. Sot do të jemi në faqen 70 ku do të shikojmë vdekjen e Skënderbeut dhe gjendjen e Shqipërisë pas vdekjes së Skënderbeut. Në pjesën që kaloi pam sulmet e njëpasnjëshme të Fatih Sultan Mehmetit me ushtri të mëdha kolosale, me ushtri të përbëra prej 150.000 ushtarësh, ku Fatih Sultan Mehmeti me një përbërje prej 150.000 ushtarësh bëri 2 sulme të njëpasnjëshme në Shqipëri, por Gjergj Kastrioti Skënderbeu me atë grusht ushtarësh që me trimërinë e tij dhe me strategjinë e tij ushtarake, duke përdorur malet e thepisura, Shqipërisë ai diti si të rezistoj dhe i përballoi më së miri këtyre sulmeve. Por gjithashtu sulmet e Fatih Sultan Mehmetit nuk mbarojnë me kaq, sepse pas vdekjes së Skënderbeut, Fatih Sultan Mehmeti do të bëjë sulme të ashpra në Shqipëri derisa të vëj sundimin Osman mbi Shqipërinë. Tani jemi në faqen 70, ku do të shikojmë Iskenderin, Ëlymi Veshasieti, vdekja e Skënderbeut dhe personaliteti i tij. Pra, në këtë vëllim do të shikojmë se si e vlerëson dhe si e cilëson autori Skënderbeun. A i jep merita Skënderbeut apo nuk jep ndonjë meritë Skënderbeut? Pra, këtu do të shikojmë një cilësim gjithashtu edhe mbi figurën e Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Le të vazhdojmë leximin. Skënderbeu, për të sulmuar kalan e Elbasanit që osmanët e kishin ndërtuar për ta kërcënuar vazhdimisht Krujën, në janar të vitit 1468 thiri në një kuvent princat shqiptar, por ai vet ishte i stëmur dhe i shtrirë në shtrat me ethe. Në këtë kohë ai deshi të nisej kundër forcave turke, të cilat, duke kaluar malet me dëbore të Shqipërisë, kishin arritur deri përpara Shkodrës, por nuk ja doli. Sëmundja ju rëndua dhe në vitin 872 sipas kalendarit të Hijrit, në muajin Xhemaziel Ahir, pra me 17 janar të vitit 1468, vdiq në qytetin e Lezhës dhe u varros në kishën e Shën Nikollës, shkruan autori. Skënderbeu, duke qenë që kishte lindur në vitin 1404 ose 1405, në kohën e vdekjes së tij ishte 63 ose 64 vjeç. Meqenëse se vendi i tij përbëhej nga malet të thepisura dhe gryka të ngushta, me kalime të vështira, ai e ka mbrojtur vendin e tij me pak forca dhe me sukses. Skënderbeu, megjithë tradhtit e disa prej feudalëve shqiptar të brendshëm, u shqua për aftësitë e tij organizative, për guximin deri në marrëzi në zbatim të veprimeve, për ruajtjen e maturisë sipas rrethanave, për të qenit një luftëtar shumë i mirë dhe mbi të gjitha për forcën, për vendosmërinë dhe për forcën e vullnetit. Me gjithë tradhtit e disa prej feudalëve shqiptar të brendshëm, Skënderbeu nuk ka treguar asnjë shenjë humbje, por duke kapërcyer të gjitha pengesat, ka punuar dhe me një grush forcash ai ka mbrojtur vendin e tij kundra sulmeve turke për 25 vite. Sipas rrëfimit, kur e njoftuan Fatih Sultan Mehmetin për vdekjen e Skënderbeut, ai ka thënë: "Mirë krishtërimi, ata humbën shpatën dhe mburojën e tyre." Në të vërtetë, Skënderbeu u bë shkak që një forcë e rëndësishme akingjish të mbahej vazhdimisht në kufi, pasi ai donte të pengonte zbritjen e turqëve në brigjet e Adriatikut. Skënderbeu kishte një djalë me emrin Gjon, pra Gjoni i dytë. Pas vdekjes së tij, vendet që ai mbante në dorë mbeten për më shumë se 10 vjet në një gjendje të konstituar midis osmanëve, venedikasve dhe belerëve shqiptar. Këtu e përfundon autori përshkrimin mbi figurën e Skënderbeut për ta vazhduar në pjesën tjetër, pra pas vdekjes së Skënderbeut. Dhe pjesa vazhdon kështu. Iskenderin Ëlymdan Sonra, mbas vdekjes së Skënderbeut. Para se të vdiste, Skënderbeu ja kishte lënë me testament djalin dhe vendin e tij Republikës së Venedikut. Pasi Skënderbeu vdiq, venedikasi deshin që pronësia e Krujës dhe e principatës së Kastriotëve t'i jepej djalit të tij, Gjonit të dytë. Nëse nuk do t'i jepej kjo,
Gjonit. Gjithashtu venedikasit dëshironin që principata t'i lihej në mbrojtjen e Venedikut. Qëllimi i Republikës së Venedikut ishte të ndërpriste lidhjen e Skënderbeut me mbretërinë e Napolit, por ato nuk patën sukses në këto plane, sepse bashkëshortja e Skënderbeut ishte e prirur nga mbretëria e Napolit dhe shkoi në Napoli me anian e dërguar prej andej. Pra ka që përshkruan autori gjendjen e Skënderbeut në vdekjen e tij dhe pas vdekjes së tij, pra gjendjen e Shqipërisë. Pra ky ishte përshkrimi që autori bëri mbi figurën e Skënderbeut, si e përshkruajti ai Skënderbeun, si e përshkruajti ai vdekjen e Skënderbeut dhe gjendjen e Shqipërisë mbas vdekjes së Skënderbeut. Në pjesën që do të vijoj, pra në programin e ardhshëm, do të shikojmë sulmin e tretë të Fatih Sultan Mehmetit në Shqipëri dhe marrjen e Krujës. Yürekler derde bir ateş var. Kahramanlar düşer ama iz bırakır. Yerç Castrigioti, özgürlüğün sesi. Savaşın ortasında dimdik durur hepsi. Dağlar yankılanır, onun adını söyler. Küçük bir çocuk bile onunla büyüler. Kılıcı parıldar, cesaretiyle dolu, her düşmanına karşı savaşır sonuna kadar. Kahramanlar özgürlük için savaşır. Her zaferde bir destan yazar. Yürekten gelen bu sevda, onun adıyla sonsuza dek yaşar. Gel Castrigioti, özgürlüğün simgesi. Savaşın arsı bir umut ışığı, her yürek onunla çarpar. Kahramanlar düşer ama iz bırakır. Yüreklerimizde yaşıyor. Efsane asla unutulmaz. Yerç Castrigioti, özgürlüğün sesi. Her zaman kalbimizde sonsuza dek. Zaman geçse de unutulmaz izleri. Kahramanlık öyküsü dillerde hep söylenir. Bir ulusun umudu, bir milletin gururu. Onun adıyla başlar her yeni günün nuru. Kılıçlar çekilir, özgürlük için savaşılır. Her kalpte bir umut, her gözde bir sevda. Genç Castrigioti, kahramanlık destanı, onunla yücelir her yeni nesil. Genç Castrigioti, özgürlüğün simgesi. Savaşın ortasında bir umut ışığı, her yürek onunla çarpar. Kahramanlar düşer ama iz bırakır. Pra siç kam tekstuar programet e mia mbi tema historike dhe mbi shqiptarët e Turqisë, shfaqen çdo të mërkurë dhe çdo të shtunë në orën 10 të mëngjesit në kanalin tim në YouTube. Faleminderit për të gjithë ato që më ndjekin dhe ato që ndihmojnë duke shpërndarë videot. Miropafshim në programin tjetër. Pra të shikojmë në programin tjetër betejën, fushatën e tretë të Fatih Sultan Mehmetit dhe marrjen e Krujës. Dhe kjo ishte koha që në trojet shqiptare do të zgjerohej sundimi Osman.